VMRO DPMNE po i akuzon drejtuesit e LSDM-s për lidhje biznesi me persona të afërt me pushtetin në Serbi. Valentin Manasievski, antar i Komitetit Qendror të VMRO DPMNE-s, ka deklaruar se Zoran Bashanović, ish këshilltari i Zoran Zaevit, drejton ekipin e PR-it të LSDM-s dhe Filipçes. Sipas Manasievskit, vetëm pak muaj më parë, me rekomandimin e Zoran Zaevit, Venko Filipçe shkoi në Nish dhe u takua me Milan Shqeqiqin, një njeri që tani është përgjegjës për njoftime dhe konferenca të rreme për shtyp të LSDM-s. Станува збор за човек кој работи во српската. Ky punon në agjensinë serbe të PR-it e Media dhe nëpërmjet Bashinovićit dhe Zoran Zaevit, ati u ofrua të punonte për SDS-n. Ish këshilltarët e Zaevit, Zoran Bashinović dhe Miljan Shekić, janë të stacionuar në hotelin Skopje Park dhe prej andej drejtojnë qendrën për gënjeshtra dhe manipulime të SDS-s. Me këtë, zbulohet e vërteta rreth deklaratave të SDS-s dhe shumë frazave dhe krahasimeve të shpeshta serbe në komunikimet e tyre. Manasievski deklaroi se pasi Zoran Zaevi bëri të mundur që Venko Filipçe të bëjë udhëheqës i LSDM-s, ai bëri të mundur edhe që ai të gënjente për të. Manasievski deklaroi se në ditët në vijim të konferencave për shtyp do të bëhet e qartë pse LSDM-ja është kaq e fiksuar me parti në pushtet në Beograd dhe Serbi dhe kush është Zoran Bashanović, ish këshilltari në qeverinë e Zoran Zaevit.